Ashtu rruga 1 metër sa, 2. Një nivel, ka prish garë dhe kretë që në gjithë. Banorët e fshatit Buhot në Puk denoncojnë hapur cënimin e pronës së tyre nga kompania e ndërtimit të hidrocentralit të Kabashit. Sipas tyre, kjo kompani gjatë punimeve për rihapjen e rrugës ka shkaktuar dëme mbi tokat e tyre, ndërsa puna pa projekt ka stimuluar dhe rrëshqitjet masive që rrezikojnë banesat. Disa herë janë ankuar lidhur me këtë problem tek të gjithë strukturat shtetërore në Puk, por heshtja e tyre përballë kësaj kompanie, e cila sipas banorëve flet dhe në emër të qeverisë, ka bërë që shqetësimi të bie në vesh të shurdhër. Marrjen e firmës për ndërtimin e hidrocentralit, këtu nuk ka marrë as i mas për mbrojtjen e tokës, që çdo ditë rrezikohet nga rrshitjet e nga vënat, nga ujnat që mund vinë. Jena anku, ja kanë filluar qytet Kryplaku, kanë një këta në rregullat, kryetari komune, kryetari i këshillit komunës, kanë shkuar në prefekturë. Edhe as kërkush, fillimisht thoshin që do marrim masa, do bëjmë disa, për fond asisën s'kanë bërë. Prishe, me kanalt, me gardh, edhe ujt, edhe rana si më Karaman, nuk jemi zote me hekun, Ibrahim Elezi ka bu këtë punë kokën e ti. Shoth me mu, shoth me pyjet, me tëna na ka shkatru. Për mendimi tem shteti, si nuk më nimojnë mu, as pyjet, as policia, do të kenë pi kafe me ta. Unë nuk i kam kënë zote mi shqit kafe, kja është marë nësishme mos, ja i ka hangër kafe edhe berre ka hangër Puk. Unë, që i thonë, polisi, kryektar, komunë e tjerë, jem lo me ta, nuk kam pik me i pa ma me sy. Edhe po e thëmë, para kranit, policia mos s'ket punë me mu, ma me këtë punë. Se zhidhi atëherëm, kjo se së më zgjidh shteti, e do zgjidhi vetë. Hapja e rrugës ka sjellë dhe dëmtimin e shumë drurve pyjor, për të cilët rezulton se nuk ka një leje shfrytëzimi. Një situatë e tillë tregon për një absurditet nga kompani private të cilët nuk janë korrekte para ligjit. Kjo gjithnjë nëse denoncimi i këtyre banorëve që duket sikur vënë me shpatulla për mur dhe vetë strukturat e shtetit është i vërtetë.